është fakt i njohur botërisht që protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e disa parlamenteve europiane. Protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e eurodeputetëve në seancën e fundit plenare të Parlamentit Evropian. I vetmi parlament në rrezullin toksor që nuk i ka kushtuar asnjë vëmendje shqetësimeve të qytetarëve prej 26 ditëve në shesh është Parlamenti i Shqipërisë. Dhe me përgjegjësinë e plotë që na dikton detyra si parlamentar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dorëzuar një kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin në raport me shqetësimet e qytetarëve, në adresimin e shqetësimeve të qytetarëve dhe gjithashtu ka dorëzuar një mocion me debat mbi rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian që cakton detyrat e shtëpisë për Republikën e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian. Dhe kjo rezolut do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në Kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e mazhorancës dhe me gënjeshtën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve.